Një ditë i vjen engjëlli i vdekjes Ibrahimit a.s. profetit dashur të Allahu xhalleshanuhu. Dhe kur e shikon Ibrahimi a.s. dhe njofti se kush ishte, i thot: a ka, thot, o engjëll i vdekjes, një mik të ngusht i cili ja merr shpirtin mikut ti të ngusht? Pra duke qenë se ishte Khalilullah, a ke parë, thot, në sipërfaqen e dheut, thot, dikush që ta doj dikë dhe t'i marri shpirtin? Vihet në siklet e engjëlli i vdekjes, siç transmetohet, dhe kthehet tek Zoti xhalleshanu që ta pyesi. Pastaj për një herë kthehet dhe i thot: "Es-selam yuqri'uka es-selam." Paqja, Zoti i paqes, të transmeton ty dhe të përcjell selamet edhe paqet prej anës ti për Allahu xhalleshanu e Ibrahim. Dhe më tha, thuj Ibrahimit a.s. a ka ndonjë mik të ngusht që nuk e dëshiron takimin me mikun e tij të ngusht edhe të zemrës? Subhanallah. Pra nëse është vdekja momenti që njeriu duhet ndahet nga kjo botë me taku Zotin e tij, elhamdulillah, pra për gjithçka që vjen prej Allahu xhalleshanuhu.